Nëse do duhet të përshkruaj kandidimin tënd me një metaforë, cila do ishte? Shumë e vështirë, po tani mua më kujtojnë që alegoria e shpellës Platonit, por këtu ndoshta nuk është alegoria e saktë me veten time, po me lëvizjen bashkë, që kërkon ta nxjerrë shoqërinë nga errësira e korrupsionit, e keq administrimit të shtetit, e abuzimit e pushtetit, e pesimizmit, dëshpërimit. Kështu që një farë sensi ne po duam të dalim nga një epokë e errët që ka zgjatur shumë gjatë, edhe dalim të gjithë në dritë, të gjithë ne si shoqëri dalim dritë tek drita e të vërtetës edhe të drejtës. A është më e vështirë të bindesh njerëzit për idetë tua apo të luftosh një sistem që nuk dëgjon? Këto gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën, domethënë. Shurdhëria e sistemit politik dhe ekonomik na detyron ne që të shkojmë tek populli i thjeshtë, tek qytetarët, edhe t'i bindim ata që jo vetëm është e nevojshme, por është edhe e dobishme për secilin nga ne që ta luftojmë këtë sistem të shurdhët, të sistem përplot me padrejtësi, ku njeriu i punës edhe i sipërmarrjes nuk vlerësohen për kontributin që japin, dhe ku elita politike dhe ekonomike vetëm sa përvetësohen pa prodhuar asgjë. Kështu që shumë e rëndësishme që ne të krijojmë solidaritetin si shoqëri për të krijuar vërtet diçka të re. Ju vini nga takime ditë për ditë me njerëzit. Çfarë shikoni më shumë tek njerëzit? Zhgënjim, shpresë apo mosbesim? Më shumë të shpresë. Çdo ditë që ne i afrohemi ditës zgjedhjeve, shpresa i pejkalon edhe zhgënjimin edhe mosbesimin. Sigurisht në qindra mos më shumë, qytetarë që unë takoj drejt për drejt çdo ditë, ka vend aty me shumë reagime pozitive, ka vend edhe për dikë apo 2-3 vetë që të thonë plaç. Po prapë se prapë unë me durim edhe të gjithë ne, me durim rrim aty më gjatë me qytetarët, i shpjegojmë pozicionin tonë dhe ndodh që në fund fare ndahemi mirë. Sigurisht që jo të gjithë do na votojnë, jo të gjithë ata që me cilët flasim shoqëri do t'i bindim kësaj here. Ka njerëz në shoqëri që ndoshta kanë edhe interesa kundër pikpamjeve tona përparimtare, mirë prapë se prapë ne respektojmë çdo qytetar, kështu që bisedojmë me këdo. Nuk lëm vend pa hyrë. Edhe mund të them nga përvoja që vendi më i rrezikshëm thonjza për të hyrë është aty ku pensionistët luajnë domino. Sepse janë shumë të apasionuar mbas lojës, kështu që të hyj dikush të mes e të ndërpres lojën vërtet mund të krijojë probleme, por po edhe aty kemi gjetur vërtet vesh që na dëgjojnë edhe mendje që janë të njëjtën valë me ne. Nga shumica e takimeve që ke bërë, a ka pasur një qytetar që ty të ka reflektuar, po themi thellë mbi atë çfarë ka thënë dhe ke, po themi ke reflektuar edhe ke thënë sa mirë që kam bërë që jam futur kësaj rrugë? Shumë jam për ditë, domethënë ki parasysh diçka që ne gjithë ditën shkojmë edhe vizitojmë qytetarët. Shkojmë në për tregje, në për rrugë dhe mund ta qelloj vërtet që qindra ndoshta më shumë se 1000 qytetar i takojmë për ditë dhe ka mes tyre shumë qytetar që thonë gjërat e duhura, edhe mua çdo ditë ngel mendja te dikush. Mbahet mend dien, jo pardje, kanë takuar një burr të gjymtuar në Vlorë, dhe kishte 4 gishta të njerëz dorë të prerë, kishte vetëm një gisht ende në situatë funksional, ishte i moshuar, edhe ishte emocionuar që po na takonte, saqë më përqafoi dhe po thoshte që ju jeni vetëm shpresë që kemi. Edhe mendova me vete kur një burr i moshuar, i gjymtuar, ka ende shpresë se vendi ynë mund të bëhet më mirë. Atëherë pa diskutim që do bëhet më mirë. Gjatë fushatës, a keni ndier ndonjëherë që shpresa rilin jo nga fjalët e tuaja, por nga fjalët e qytetarëve që ju takoni? Shiko, ne e gjejmë shpresën e qytetarëve. Ne jemi produkt i vullnetit për ndryshim të qytetarëve, i nevojës për ndryshim të qytetarëve. Ka raste, ka ditë që mund ta nisim fushatën pak të zymt, le të themi, sepse na duhet ngrihemi shumë herët edhe shpesh na duhet flejmë edhe shumë vonë. Mirë po, që në tregun e parë ku hym, ose që sapo zbresim nga ai mjeti i thjeshtë që na shoqëron nëpër qytete, gjejmë përkrahjen e qytetarëve. Dhe unë mendoj diçka, sigurisht unë jam njeri publik edhe kam pejkaluar për shumë vitesh frikën që ka një qytetar i zakonshëm në Shqipëri. E prapë se prapë shoh qytetar të zakonshëm, tregtar, punëtor, intelektual, njerëz të thjeshtë që publikisht i shpalosin pikpamjet e tyre, edhe vërtet e vlerësoj. Guximin e tyre në një vend ku të shpalosësh haptazi idetë tuaja nuk është shumë e lehtë. Ka shumë tjerë që ndihen të kërcënuar me vendin e punës, me vendin e punës së fëmijëve të tyre, me një dyqan të vogël që kanë,
e prap se prap nuk ngel ditë që mos takojmë një numër të caktuar qytetarësh që publikisht dhe mes të zë të larta përgëzon dhe identifikohet me ne. Kur ka qenë ai moment që keni thënë që nuk mjafton më vetëm fjala, por duhet të hyj politikës, që në një moment caktuar ke mundësi të marrë vendime për të ndryshuar këtë vend? Kjo situatë me mua ka ndodhur pas 21 janarit të vitit 2011. Deri një ditë më parë unë isha një pedagog i ri, i thjeshtë të Universitetit të Tiranës, mes librave, mes studentëve, dhe u flisja studentëve sigurisht lëndët që jepja mësime edhe për konceptet e drejtësisë dhe drejtësisë shoqërore. Vajo ngjarje më tronditi sepse një aparatur shtetërore vrau 4 protestues në rrugë edhe aso kohë partia kryesore opozitare tradhtoi njerëzit që kishin nxjerrë vetë në protestë. Kështu që aty mua mu duk se nuk mund të rria më në jetën time private. Nuk mund të isha thjesht një pedagog apo një studiues, do duhet të isha edhe një qytetar i angazhuar. Edhe u njoha me disa prej shokëve dhe shoqeve të mia edhe të kësaj dite, në dikur e quanim organizata politike si një grupi të rinj që donin të ishim aktiv politikisht, u renditëm me njerëzit më të shfrytzuar shoqëri, me punëtorët, me studentët, me njerëzit e sakrificave, dhe filluam të mendojmë se si mund të transformojmë shtetin edhe shoqërinë tonë. Për shumë vite kemi besuar se rruga e duhur ishte ajo jashtë institucioneve, prandaj kemi qenë për 11 vjet të jetë aktiv në nxitjen e organizimit punëtorëve, studentëve, në protesta, në greva. Mirë, po mbas shumë viteve aktivizëm rruga arritën përfundimin që rruga është shumë e rëndësishme, është përcaktuese, por nuk mjafton. Duhet qytetarët të kenë dhe një adresë institucionale që do të mbështesin dhe me votë, në mënyrë që jo vetëm ta kundërshtosh të keqen, po të kesh dhe mekanizmat e bërjes së të mirës. Prandaj themeluam lëvizjen e bashkë 2 vite, disa muaj më parë, dhe sot jemi këtu duke kërkuar mbështetjen e qytetarëve. Në një skemë politike si kjo e Shqipërisë, ku shumë kush sheh interesin personal, ku e gjen motivin tënd për punuar për të përbashkëta? Sepse për mua nuk ka një dallim fort midis interesit personal dhe interesit të përgjithshëm. Kushdo që thot mua nuk më intereson asgjë përveç vetes, duke kuptuar interesin edhe interesat e veta të mirëfillta. Sepse ne jemi qenie sociale. Nuk mund të gjithë shoqëria të jetë e varfër, e dëshpëruar, edhe asgjë të mos funksionojë dhe ti të jesh mirë vetë. Sepse sa të nxjerrësh këmbën jashtë shtëpisë do shohësh mjerim, dhunë, krim dhe gjithçka tjetër. Unë e kam kuptuar shumë herët që mënyra më e mirë për të qenë i lumtur dhe vetë është për të qenë i lumtur bashkë me të tjerët, për të jetuar në një shtet që funksionon, një shtet demokratik, një shtet të drejtës, edhe në një shoqëri solidare. Dhe këtë mundohem t'u them dhe qytetarëve. Ne nuk kërkojmë nga ju që të sakrifikoni në një gjë të madhe nga jeta juaj. Ne kërkojmë nga ju çik më shumë kohë, pak më shumë mbështetje, në mënyrë që duke punuar të gjithë për atë që është e mira e përbashkët, secili nga ne të marrë edhe pjesën që i takon, kuptimin e të mirës apo të drejtave individuale. Ne njerëzit jemi ndoshta një specie e rrallë, sepse jemi një specie që gëzojmë bashkë me të tjerët. Jemi një specie që na bën të vuaj shpirtërisht, varfëria, padrejtësia na revolton. Mirë, po fatkeqësisht ata që e kanë pas pushtetin politik dhe ekonomik shpesh herë na kanë tjetërsuar, na kanë shpërfytyruar deri në pikën sa që të mos kuptojmë të lidhjen organike midis vetes dhe të tjerëve. Nuk ka shoqëri pa individin, por nuk ka as individ pa shoqërinë. Këtë gjë ne e kemi kuptuar dhe këtë ide do ta përcjell dhe shoqëri. Cili është ai paragjykim më i madh që njerëzit kanë për ty dhe që do doje ta ndryshojnë? Po, janë disa në fakt, nganjëherë ka ngjitur kjo akuza që na bën kundërshtarët tanë politik duke na quajtur komunist. Edhe unë qytetarit që më thotë që mua më pëlqen mënyra si flet, por mos ndoshta e komunist, i them, po shiko, lexo dhe programin ton, ndiqe dhe veprimtarinë ton. Shiko modelet e demokracive sociale të vendeve nordike, të Evropës nordike që ne ndjekim. Dhe pastaj dil vetë në përfundim se çfarë jemi ne. Sepse unë kam mendimin pas një analize të gjatë historike që komunizmi si praktik politike, sistem politik, ka lindur në Evropën e mes shekullit 19 dhe ka vdekur në Evropën e fund shekullit 20. Madje ka ca 2 data simbolike, është maj 1848 rrugët e Parisit, ku lind le të themi divizja e madhe punëtore, kontestuese, revolucionare, dhe fundi është 1989, rënia e murit Berlinit. Brenda kësaj sekuence ka pas vend për shumë ide, për shumë përplasje, për shumë revolucione, shumë çka tjetër. Mirë, po pas kësaj sekuence
unë besoj që është e pamundur të flitet më për komunizëm, për pasoj çdo akuzë që na bëhet si të tillë tregon një lloj pandershmërie politike dhe intelektuale nga ata që na e bëjnë, ose në rastin më të mirë mos kuptim të historisë. Arlind, nëse nesër do ishe kryeministër, cila është ajo gjë që do të refuzoje të bëje kurrë pavarësisht presioneve? Po gjithçka që është e padrejtë. Do të thënë, gjëra që unë do të refuzoja të bëja janë shumë, sepse e keqja shfaqet në shumë fytyra. Shfaqet në fytyrën e korrupsionit, shfaqet në fytyrën e kapjes shtetit nga oligarkët, shfaqet në fytyrën e ujdis me krimin e organizuar, shfaqet në fytyrën e interesave të forta të elitave për të përcaktuar atë që është e mirë për të gjithë shoqërinë. Po shfaqet në fytyrat e nepotizmit, e klientelizmit, e arrogancës, e dallhaullëkut, e të gjitha këtyre fenomeneve regresive që politika shqiptare, me cilën politika shqiptare ka vuajtur prej vites. Kështu që unë do kisha shumë kollaj, edhe për shkak të formimit tim, po edhe për shkak të frymës që kemi krijuar në lëvizjen bashkë, për të refuzuar çfarëdo lloj vesi politik, sado madh apo të vogël. Se mendoj që në thelb fare, politika duhet të jetë një aktivitet i virtytshëm. Është shumë paradoksal fakti që kur ka lind politika si koncept, ka lindur si sinonim i virtytit qytetar. Pa qytetarëve që bashkohen për të mirën e përbashkët, sepse nuk arrin të plotësojnë gjitha nevojat, apo të vetë aktualizohen individualisht, ka nevojë për shoqërinë, e kështu nevojë ka nevojë për një rend të duhur dhe bashkëpunim me njëri tjetrin. Me fatkeqësisht politika në Shqipëri në dekadave të fundit ka marrë një konotacion që mund të jetë ndoshta më negativi. Fjala më e ndyrë që mund të çojë në mendje ty, përdoret për politikën. Ne duam ta kthejmë politikën në rrënjtë e veta, si një aktivitet i përfshirjes qytetarëve, po dhe i përfaqësimit tyre institucional, dhe mbi gjitha si një aktivitet i virtytshëm, që kërkon gjithmonë rrugë shtigje të reja për të njëjtin parim, interesin publik edhe drejtësinë shoqërore. Nëse do të kishte një rregull të ri të pashkruar në politikën shqiptare, çfarë do të ishte ai që ti do të propozonje? Rregull i pashkruar. Po. Etika. Se rregullat e shkruara janë, mos vi dhe gjitha këto janë pjesë e kodit penal. Po etika. Etika lë jashtëzakonisht shumë për dëshiruar. Kemi politikanë që pasi kanë vjedhur popullin e tyre, shajnë me njëri tjetrin, shajnë nganjëherë dhe qytetarët mas, qytetarët e partive të tjera. Kështu që etika duhet ndryshoj pa diskutim, po duhet ndryshoj edhe raporti i politikanit me seriozitetin. Po ta vini re, sa më shumë kalojnë vitet, aq më karagjoz bëhen politikanët, të vjetër e të ri, aq më megaloman bëhen, aq më qenie ulëritse bëhen. Patjetër politika ka vende për pasion, edhe unë kur mbaj një fjalim në një sallë të mbushur me qytetar, flas me pasion, por një gjë është pasioni, një gjë tjetër është të çirrës e të bërtasësh pa i dhënë fare vëmendje argumentit dhe mënyrës së parashtrimit, analizës problemeve dhe zgjidhjes tyre. Politika jon ka shumë nevojë edhe për etikë në komunikim, por edhe për seriozitet në mënyrën se si sillemi me qytetarët. Në cilin moment gjatë kësaj gare ke ndjerë se ja ka vletur gjithë lodhja dhe përpjekje që ke bërë? Disa herë në çdo orë të aktivitetit tonë, sepse shpesh më qëllon të takoj njerëz të mbar, njerëz që na mbështesin, njerëz të thjesht, nga qytetari që i bie buris në rrugë kur unë kaloj vijat e bardha, tek një grua e moshuar që na përqafon treg, te një tjetër që t'jep dorën, te dikush që kur ti thua faleminderit për mbështetjen, ai thotë jo, duhet falenderoj unë ju, sepse jeni duke bërë diçka që është për të mirën e përbashkët. Ja ka vlejtur çdo sekond e këtyre 14 viteve të fundit që unë merrem me politikë aktive, njerëz si aktivist, pastaj si kryetar partie, ja ka vletur çdo sekond, çdo sakrificë edhe familjare dhe profesionale për të arritur në këtë pikë ku jemi, sepse mendoj që po piqen kushtet që në Shqipëri të lind diçka e re. Arlind, cila është ajo gjë që ju ndryshon ose ju veçon nga partitë e tjera, qoftë të reja, qoftë të vjetra? Janë disa në pak. E para është ndershmëria. Imja po edhe të gjithë bashkëpunëtorëve të mi. Ne jo vetëm jemi të ndershëm, por është një virtyt që na e njohin, nga njëherë në zë, nga njëherë dhe me zë, edhe kundërshtarët tanë.
mund të gjeni fjali të rivalëve tanë që e pohojnë këtë gjë. Jo të gjithë base, por një pjesë e tyre po. Pra, kur një vlerë është e padiskutueshme, detyrohet dhe kundërshtari ta pranojë. Pastaj sigurisht kundërshtari thotë, po janë ndershëm, pastaj të futet edhe 5 shara nga mbrapa për gjëra të tjera. Por ama të cilësi e kemi dhe si ne nuk e ka askush. E dyta është guximi politik. Të godasim më të fortët në politik dhe në jetën ekonomike. Pra pushtetarët e korruptuar dhe oligarkët, mos kursejmë asnjë në kritik, në protestë dhe në nxitje për organizim të qytetarëve për të realizuar drejtat e tyre. E treta janë idetë që të shojnë përpara dhe shtresa shoqërore që duan të përfaqësojmë. Për idetë ne kemi shkruar 177 faqe program, 22 kapituj që mbulojnë pothuajse çdo aspekt tjetër social-ekonomike të vendit me një analizë të mirë të thelluar, por nga ana tjetër dhe me zgjidhje të rëndësishme. Tjetra ka të bëjë me shtresa shoqërore. Lëvizja Bashkë është e para parti në dekadat e fundit që shtron për zgjidhje mbrojtje në interesave të shtresave shumë gjëra shoqërore për të cilat më parë nuk është kujtuar askush, duke nisur nga punëtorët. Asnjë parti në Shqipëri nuk flet për punën dhe për punëtorë, për drejtat në punë, përveç Lëvizjes Bashkë. Ne kemi ngritur çështën e pensioneve, kur gjithë mendonin që partitë e vjetra i kanë pensionistët në xhep. E kemi studiuar çështën e pensioneve, kemi organizuar me pensionistët 8 protesta, e kemi vënë qeverinë me shpatulla mbas murit në vështirësi të madhe muajt e shkuar, dhe tashmë të gjithë po flasin gjuhën tonë. Gjithë po flasin për minimumin jetik, gjithë po flasin për pensionistët. Ama kjo tregon që Lëvizja Bashkë di të nxjerrë nga pluri aresës edhe shtresa shumë të rëndësishme, shumë produktive shoqërore, me cilat politika në ushmar. Po ashtu, ne dim të përfaqësojmë në mënyrë autentike interesat e klasës mesme, e rinisë, e dyqanxhive, sipërmarrësve të vegjël, e gjithkujt që do të jetojë me nder me punën e vet në vendin tonë. A është e dhimbshme kur po themi del në protestë me pensionistët dhe një 70-80 vjeçar detyrohet të dalë në protestë për të kërkuar pension më të madh për shkak të se nuk ja del dot. Pra, si ndihesh ti kur je mes atyre? Po shko, e dhimbshme është sepse në çdo protestë ne kemi bërë ka ardhur ambulanca. Ka qelluar që pothuajse çdo protestë, mos gabojmë, ka ardhur ambulanca, dikujt i ka rënë fiku, dikujt i ka rënë tensioni, dikush nga diabeti, ka ardhur ambulanca. Ju kanë atje dhe i frymzuar. Sepse kur shoh gra e burra 70, nga herë 80 vjeç, që vinë aty në protestë me ne, flasin në diell, në shi, kërkojnë të jenë shembull për shoqërinë, u vërtet frymëzohen. Për gjatë fushatës tonë, ne kemi një grup pensionistësh, sa i kemi kandidat, sa i kemi aktivistë, që vinë me ne, që jemi shumë më të rinj se ta, i bien dyreve, shkojnë nëpër tregje. Në ca raste ecin edhe më shumë se më të rinj në këmbë, dhe kjo vërtet na frymëzon. Sepse ne vërtet themi e reja po lind, me fytyrën dhe emrin e Lëvizjes Bashkë, por kjo e re nuk është e re në moshë, është e re në frym, është e re në këtë përkushtimin e rigjetur të asaj që është publike, është e përbashkët. Dhe këtë gjë e shohim edhe tek vajza apo djali 18 vjeçar, edhe tek gruaja apo burri 75 vjeçar. Çfarë do doje të mbante mend historia për Arlind Qorrin, aktivistin, kandidatin apo ndrimtarin? Është ende shumë herët që unë të mendoj për historinë. E zakonisht ata që mendojnë për historinë vuajnë nga megalomania. Unë jam njeri modest, e kësisoj, në fakt nuk është se e kam vrarë mendjen përpara pyetjes tuaj a do më njoh historia apo si do më njoh historia. Gjithsesi, unë pjesën më krenare të jetës time kam pasur aty ku kam qenë aktivist i thjesht, mes njerëzve të thjesht. Di fjala, në Bulqiz, në vitet 2019-2020. Aty mes minatorëve që luftonin për drejtën e tyre, për jetën e tyre, për paga dinjitoze, dhe që unë me shoqjet e shokët e mi, aso kohët organizatës politike tani të Lëvizjes Bashkë, që në 5 mëngjesit u bashkoheshim te dera e minjerës, për të ngrohur njëri tjetrin me fjalë dhe për të ndërtuar ose fillojmë ndërtojmë diçka që shkonte përtej minjerës dhe që përfshinte Shqipërinë, pikërisht idenë e drejtësisë shoqërore. Arlind, shumë faleminderit për intervistën. Ishte kënaqësi.